Mes pluhurit dhe vapës përvluese, Gëzim Selmani po del nga kjo kaldaj, që nga e enjtja e deri në orët e vonat e së dielës, ai së bashku me kolegët punuan brenda bllokut A5 për të rikthyer funksionalizimin e tij në termocentralin Kosova A. E puna në kaldaj që është disa metra e thellë nuk është as pak e lehtë për Selmanin. Puna ka qenë në lozme, padyshim, është sfiduese dhe është ngarkuese se në bilen këto temperatura në këtë vapë që është tash, edhe plus temperatura që i kemë rana në objekt që afektohëm, për gasna ndryshme, për rrezikshmërisë ndryshme padyshim që i kemë. Pas punës në kushte të vështira, 45 vjeçari doli me rrobat e grisura e në gjendje as pak të mirë. Kur jem konë mrena është hapësira e ngushtë dhe ka pengesat ndryshme në përgypa ku him edhe mandej kapen. Garderoba kapet, zhveshen, shkyqen, do mund shkyhen, më thonë në fjallën popullor, që shkyhen shumë teshta, dëmtohen. Donë se për herë të parë u pa në publik, kjo nuk është hera e parë që Selmani ka hyrë brenda këtyre bloqeve të termocentralit Kosova A. Që 26 vite që punon në kek, a i thot se për shkak të prishjeve, është dashur ta bëj këtë punë me qindra herë. Ndodh nashta 3-4 herë mrena mujt, po nashta edhe ma pak, a mrena viti është periudhe e panjehne që him. E videoja e publikuar, sipas Selmani shpërfaq kushtet me të cilat punojnë punëtorët e kekut. Videoja që u përhap, nuk u përhap me qëllimin diçka me ngjyrime politike ose asaj, u përhap ta sheh opinioni, ta sheh populli, ta sheh menaxhmenti, drejtorat tonë që shumë herë s'po kemë vlerë ose s'po kemë respekt. Selmani kërkon që të përmirësohen kushtet e punës, si dhe të ketë rritje të pagave për punëtorët që çdo ditë përballen me rrezik për të mbajtur dritën ndezur në vend.